Shqipëria sot ka më pak korupcion, kështu deklaroi kreu i qeverisë shqiptare Edi Rama gjatë një aktiviteti për prezantimin e vendeve të lira të punës në sektorin publik. Kryeministri theksoi se Partia Socialiste është e vetmja forcë politike që i ka hapur korupcionit luftë dhe i ka çliruar duart drejtësisë. Të thuash që sot Shqipëria ka më shumë korupcion se ndonjëherë më parë, do të thotë flasësh për qartë. Natyrisht që sot flitet më shumë për korupcionin, qoftë për shkaqe objektive, qoftë për shkaqe totalisht subjektive, qoftë për shkak se si asnjëherë më parë i është hapur korupcionit luftë, dhe lufta i është hapur në radh të parë politikisht nga një forcë qeverisëse që ka udhëhequr një reformë që ka çliruar duart e drejtësisë. Ashtu si kundër, nuk mund të ketë korupcion në rritje dhe të ketë rritje pensionesh me një projekcion i cili është i përfshirë në parashikimet buxhetore të 4 viteve, ku çdo janar rritja do të dyfishohet. Kryeministri Rama ka përsëritur se kushdo që thotë se negociatat me BE kanë ngecur, nuk di ç'flet. Ai tha se është krejt e kundërta, madje janë sipas agjendës dhe nuk ka asnjë motiv për bllokimin. Flitet e përflitet lart e poshtë për arsye të mosarsyes se negociatat janë bllokuar, janë ndaluar, janë penguar. Kjo është totalisht e pavërtet. Kush i thot këto nuk e ka fare iden se për çfarë flet. Negociatat nuk janë një shëtitje në lëndin, por janë një proces testimi i vazhdueshëm dhe provimesh të vazhdueshme. Dhe ky provim që tani zhvillohet mes nesh dhe vendeve anëtare është një provim kyç, por ama nuk ka absolutisht zero motiv për të folur për bllokim, për pengim. Jemi totalisht sipas agjendës së përcaktuar. Prilli është muaj i diskutimeve intensive, pasi në fund të marsit janë mbledhur të gjitha pyetjet e vendeve anëtare dhe pas diskutimeve do të vijë edhe vendimmarrja. Gjatë prezantimit të portalit unik të punësimit, Rama theksoi se çdo i ri, i sapo diplomuar apo profesionist që kërkon një mundësi të re, tashmë e ka më të lehtë të informohet dhe të aplikojë për të punësuar në çdo institucion publik. Ai shtoi se kjo iniciativë forcon besimin e publikut tek administrata dhe tregon qartë se aftësitë dhe meritokracia janë në qendër të çdo vendimi.